Monodrama Andra e Nën Terezës, njerëzorja hynore, solli emocione të forta në sallën e shfaqjeve Lazgush Poradeci në Pogradec. Interpretimi i aktores Justina Aliaj dhe me regji të Gëzim Kame sollën për publikun një rrëfim të ndjerë mbi humanizmin, dashurinë dhe përkushtimin që simbolizon kjo figurë e jashtëzakonshme. Kjo është eksperjenca ime e dytë në jetën time, pas apologjisë Sokratit me Mirush Kabashin. Kjo është monodrama e dytë që bëj me Justina Aliaj dhe kam të bëj me dy aktorë shumë të mëdhenj, të cilët jo çdo aktor mund ta përballojë monodramën. Aq më tepër në këto lloj monodramash që janë filozofike, kanë mesazhe të mëdha. Në skenë u paraqit jo vetëm jeta e Nën Terezës, por edhe filozofia e saj për dashurinë ndaj njerëzve dhe shërbimin ndaj më të dobëve. Monodrama është një nga format më sfiduese të teatrit, pasi e gjithë pesha e rrëfimit mbështetet vetëm mbi një aktor. Është në të njëjtën kohë roli më i madh për mua edhe ndërimi më i madh që mundet me ketë. Çdo njeri e gjen veten, ndoshta jo në të trija, po me patjetër 2 e 1 sidomos që po. Më thahet goja, po nuk e jap veten, kështu mundohem të ligjëroj sikur nuk kam asgjë, po unë jam në një tension të jashtëzakonshëm që nga fillimi deri në fund. Shfaqja u mirëprit nga publiku pogradecar dhe ambasadori i Indisë në Tiranë, duke sjellë një mbrëmje reflektimi dhe emocionesh, një humazh artistik që rikujton se figura e Nën Terezës mbetet një nga krenaritë më të mëdha të shqiptarëve dhe një simbol i përjetshëm i humanizmit në mbar botën.